shumë larg në det. Atje ku qieli kishte harruar përgjithmonë se mund të ishte i kaltër, ngrihej një ishull nga uji. Shkëmbor, i zi, i gërryer nga erat dhe kripa, ai ngrihej mes dallgëve të tërbuara si një copëz e një bote të mallkuar. Në majën e tij ngrihej një kështjel. Madje as kështjel jo. Një grumbull i shëmtuar, bloqesh të ashpra e të pagvëndura, të vendosura disi njëra mbi tjetrën. Ajo nuk ngrihej me krenari. Jo, ishte ngullur në shkëmbë, si një dhëmb i kalbur në një mish të sëmur. Kjo ishte strofka e një gjiganti ngrënës njerëzish. Era këtu nuk pushonte kur. Ajo u lërinte në të carat e gurve, hidhte stërkala të kripura deri te frëngjit, dhe pulbardhat bërtisnin si kur vajtonin për kudo që nuk ishte e thënë ta linte këtë breg. Ky ishte një ishull i harruar nga dieli dhe një kështjel e lindur nga frika e pastër. Një burg i përjetshëm, i rrethuar nga muri më i pakalueshëm. Oqeani i tërbuar. Por edhe në vendin më të errët në tokë, ndonjëherë ndodh një mrekulli. Në këtë kështjel jetonte një vajzë me emrin Eme. Ajo nuk e dinte se kishte lindur prinçesh. Ngrënësi i njerëzve e kishte rrëmbyer atë që në djep, dhe ajo ishte rritur mes gurve të ftohtë, duke e konsideruar veten jetime, një shërbëtore të përbindshave. Askush nuk i tregonte asaj për ralla, askush nuk i këndonte një nulla. E megjithatë, në zemrën e saj jetonte një mirësi që nuk mund të shpjegohet, si një burim që i kishte hapur rrugë vetes përmes shtresës së granitit. Çdo mëngjes, Eme thërmonte fshehurazi bukën e saj të pakët për pulbardhat në parvazin e dritares. Në obor, në një të qarë mes plakave, rritej një lule e zbeht, dhe ajo e mbulonte atë nga era me pëllëmbët e duarve, e vetmja qenie e gjallë që kishte nevojë për të. Ajo ishte një perlë e rritur në nofullat e një krokodili, dhe mirësia e saj e heshtur tinglonte si një këngë që nuk mund të mbytej as nga ulima e oqeanit, as nga zhurma e gostive të ngrënësit të njerëzve. Një natë, deti u tërbua. Eme nuk mbante mend një stuj të tillë. Qieli u ca nga vettimat dhe era u lërinte aq shumë sa që mulet e kështjelës dridheshin. Ajo u shtrëngua pas dritares së ftohtë të kulës dhe pa një anije. E madhe, e bukur, me direk të lartë, ajo përplasej në kthetrat e dallgëve si një zogë në kthetrat e një skifteri. Valët gjigante e hidznin atë nga njëra kresht në tjetrën, dhe përmes zhurmës së stujës arrinin britma, të dëshpruara, të holla, njerëzore, nga të cilat asaj i ngriu zemra. Eme u kap pas parvazit të dritares dhe përshpriste lutje, pa e ditur se kujt po i drejtohej. Askush nuk e dëgjoi. Një krisje të tmerrshme çau natën. Ania u përplas pas shkëmbinde dhe u thye më dysh. Deti e gëltiti atë me lakmi dhe indiferencë, duke tërhequr në fund të gjithë ata që ishin në bord. Dhe po, ai det që ishte burgu i saj përjetshëm, para syve të saj u bë gjelat për 10 shpirtra të pafajshëm. Në agjim, stuja u fashit. Deti dërgjej i lodhur, gri, indiferent ndaj asaj që kishte bërë gjatë natës. Eme doli fshehurazi nga kështjela dhe zbriti në breg. Ajo që pa e bëri atë, të mbulonte gojen me pëllëmb. Rëra e lagur ishte e mbushur me mbeturina të anijes, copa velash dhe trupat e atyre që deti nuk i kishte kursier. Ajo ecte mes tyre, e zbetht,
dhe lotët i rridhnin në përfaqe. Nuk ishte mbetur asnjë shpresë. Ajo ishte gati të kthehej mbrapsht, kur diçka lëvizzi mes të rasave të lagura. Një i ri ishte shtrirë në rër, i ngatëruar në copëzat e litarve. Një fytyrë e bukur, duar të përgjakura, dhe një gjoks që ngrihej mezi e perceptueshëm. Ai ishte gjallë, i vetmi nga të gjithë, i gjallë. Mes rënojave të një bote të huaj, ai ishte shtrirë si një thesar i harruar, dhe ajo, vet një robresh, vendosi të bëhej shpëtimtarja e tij. Nuk duhej vonuar. Nëse ngrënësi i njerëzve gjente një të gjallë, do ta hante pa u menduar dy herë. Eme e dinte këtë po aq mirë sa emrin e saj. Ajo u kujtua për shpellën, e vogël, e thatë, e fshehur pas një perdeje drethke dhe rrjedhave të një ujvare. Një vend i fshehtë i gjetur në fëmijëri, ku ajo ikte për të qarë kur mizoria e pronarve bëhej e padurueshme. Duke shtrënguar dhëmbët, ajo e kapi të riun nga krahet dhe e tërhoqi. Guret i grisnin fustanin, këmbët i rrëshqisnin mbi algat e lagura, dhe ai ishte i rënd, 3 herë më i rënd se ajo. Por ajo nuk ndaloi asnjëherë. Në shpel, Eme e vuri atë në një shtrat me myshk të thatë dhe e mbuloi me të vetmin mantel të ngrothë që kishte. Duart e saj, të mësuara vetëm me qepje, në këtë orë fituan forcën e një luftëtari, sepse ajo nuk po mbante thjesht një trup, por shpresën e saj të vetme. Ditët kalonin njëra pas tjetrës plot ankth. Çdo mëngjes, Eme dilte fshehurazi nga kështjella para agjimit dhe vraponte drejt shpelës, duke shtrënguar në gjinj një boqe me bukë dhe ujë, gjysmën e racionit të saj të pakët. Ajo i njihte barat, i shuli i ashpër ja kishte mësuar këtë. Cilat gjethele thësojnë ethet, cili myshk ndalon gjakun, cilat rënj rikthejnë forcën. Ajo i lante plagët e tij me ujin e akull të ujvarës, vendoste kompresa shëruese dhe i andëronte fashat e bëra nga ripat e këmishës së saj. Dhe kur përfundonte gjithçka, ajo ulej pranë tij dhe fliste. Në heshtje, ashtu siç flitet me dikë që nuk dëgjon, për vetminë e saj, për pulbardhat, për lulen e zbeth në obor. Ajo i tregonte atij gjithçka që nuk ja kishte thënë askujt dhe kur. Ajo mjekonte plagët e tij, por në fakt shëronte shpirtin e saj nga vetmia shumëvjeçare, duke i besuar një të huaj të pavëtëdijshëm sekretet e saj më të fshehta. Në ditën e 7, ai hapi syt. Gjëja e parë që pa ishte fytyra e saj e përkulur mbi të, e larë nga drita që depërtonte përmes drethkës. Ti je gjallë, pëshpëriti ajo. Kisha aq shumë frikë. Ata filluan të flisnin. Ai i tregoi për mbretërinë e tij dhe për stuhin. Ajo për kështjellën, për ngrënësinë e njerëzve, për një jetë pa një fjalë të vetme të mirë. Ai dëgjonte dhe në sytë e tij kishte lot. Ajo dëgjonte dhe në gjoksin e saj përhape një ngrohtësi që nuk e kishte njohur më parë. Si e ke emrin? Pyeti ai. Eme, u përgjigj ajo. Ai u zbe. Edhe unë quhem Eme. Një heshtje ra mes tyre, tingëlluese dhe e plot. Eme, e dashura. Eme, i dashuri. 2 emra që tingëllonin si një. Dhe kur ata u dëgjuan në heshtjen e shpelës, të dy e kuptuan.
Fati i kishte ndarë 2 gjysmat e një kënge në lindje dhe i bashkoi në orën e fatkeqësisë. Por lumturia e lindur në hije nuk mund të fshihet përgjithmonë. Ngrënësi i njerëzve vuri re se diçka nuk shkonte. Stuhia kishte nxjerrë në breg mbeturinat e një anijeje të pasur, por ai nuk gjeti asnjë trup. Deti mund t'i kishte marrë të vdekurit, por mund të kishte kursyer edhe të gjallët. Ky mendim u ngulit në kokën e tij të trash si një hal. Ai filloi të kontrollonte ishullin, shpele pas shpele, të qarë pas të qare, duke tërhequr ajrin me vrimat e gjera të hundës, ai kërkonte erën e mishit të gjallë. Një mëngjes Eme pate ujvara disa gropa të mëdha, gjurmët e tij. Shumë pranë, zemra e saj ngriu, ajo u turr në shpelë. Ai është afër, pshërtiu ajo. Të ikim, tani. Parajsa e tyre e vogël e fshehur pas zvelit të ujvarës, ishte gati të shkelej nga hapat e rëndë të përbinqit. Princi donte të luftonte, por Eme tundi kokën. Kundër ngrënësit të njerëzve shpata ishte e padobishme. Këtu nuk duhej forcë, por dinakëri. Dhe atëherë ajo i tregoi atij atë që nuk e dinte askush. Gruaja e ngrënësit të njerëzve kishte një shkop magjik, një send i fuqishëm, i aftë të bënte mrekulli. Dhe në një stal të fshehtë në shkëmb, ngrënësi i njerëzve fshihte një deve fluturuese, një bishë të madhe me të cilën bënte sulme të përgjakshme në toka të largëta. Unë do ta vjedh shkopin, ndërsa gruaja e ngrënësit të njerëzve po fle, tha Eme, dhe zëri i saj nuk u drodh. Pastaj do të çlirojmë deven dhe do të fluturojmë tutje. Princi e shikonte me habi. Plani ishte i çmendur, pothuajse i pamundur. Por frika e cila kishte qenë për kaq kohë burgu i saj, tani ishte bërë një armë, duke i dhënë asaj një qartësi të ftohtë mendjeje dhe një guxim për të cilin është e aftë vetëm ajo që nuk ka asgjë për të humbur. Po atë natë, Eme u ngrit nga shtrati dhe doli zbathur në errësirë. Dhoma e gjumit e ngrënësve të njerëzve ishte e madhe si një salë. Vatra po shuhej dhe hijet përpoliteshin në mure si të ishin të gjalla. Gërhitja e 2 përbinsave trondiste ajrin, e thellë, e rëndë, e ngjashme me gjëmimet e një stuhie të largët. Eme rëshqiti brënda. Çdo hap ajo e llogariste si një hap mbi një gremin. Në fillim, maja e këmbës, pastaj thembra, pastaj të ngrinte vend, të dëgjonte me vëmendje. Çdo kërsitje e dërasave të dyshemes t'i ngëllonte në veshët e saj, më fort se një goditje kambane. Shkopi ishte mbi tryezën e vogël pran kokës së gruas së ngrënësit të njerëzve, i holl, prej kocke, duke vexulluar me një dritë të zbehtë. Shumë pran dorës së madhe, që ishte e aftë ta shtypte Emen me një lëvizje të vetme. Ngrënësi i njerëzve u rrotullua në gjumë dhe murmuriti diçka. Ajo u ngurtësua. Zemra i ndaloi. 1 sekond, 2, gërhitja rifiloi. Me një dorë që i dridhej, ajo mbyli gishtat rreth shkopit dhe duke e shtrënguar në gji, rëshqiti jashtë pa zhurmë. Stala e fshehtë ishte pas një shkëmbi dhe hyrja e saj ishte e mbyllur me një plak guri. Eme e lëvizi atë me vështirësi dhe bëi një hap brënda. Deveja ishte e stërmadhe, krahët e fuqishëm të palosur anash si dhe një grifoni dridheshin nga inati. Duke parë një të huaj, Bisha u liti aq fort sa që gurët ran nga tavani dhe goditi tokën me thundër. Sytë e saj digjeshin nga tërbimi.
Eme u zmbraps, por nuk I ku me vrap. Ajo e shtrëngoi shkopin, e ngriti para vetes dhe tha fjalët magjike. Në heshtje, por me vendosmëri, sikur t'i kishte ditur gjithmonë ato fjalë. Shkëndia të arta vërshuan nga shkopi dhe e mbulluan bishën me një reve zulluese. Ulërima u pre. Deveja uli kokën dhe u qetësua. Ajo I vuli frerin me duar që I dridheshin. Magjia, e cila për kaq kohë kishte qenë një kërcënim për të, për herë të parë u bë shërbëtorja e saj. Deveja fluturoi përmes natës dhe krahët e saj të fuqishëm çanin ajrin e kripur. Eme shtrëngohej pas qafës së saj, duke e drejtuar bishën drejt ujvarës. Princi po priste në hyrje të shpelës. Ajo I zgjati dorën, ai kërceu pasaj, dhe deveja I ra krave që nga vendi duke u ngritur lart. I shulli po mbetej poshtë, I zi, I shëmtuar, I vogël. Kështjela e ngrënësit e njerëzve, e cila asaj ishte dukur si një botë e tërë, u shndërua në një guralec të mjerë në pëllëmbën e oqeanit. Dhe pastaj u zhduk krejtësisht. Ata po fluturonin mbi det dhe hëna I argjendonte dalgjët poshtyre. Princi e përzhafoi rreth supeve dhe ajo për herë të parë në jetën e saj nuk qau nga hidhrimi, por nga lumturia. Era e lirisë që ajo e kishte pritur gjithë jetën, më në fund I mbushi flokët e saj. Dhe deti që kishte qenë muri I tyre, u bë një rrugë drejt një jete të re. Mëngjesi solli një stuhi më të tmeshme se ajo e detit. Gruaja e ngrënësit të njerëzve u zgjua e para. Britma e saj I qau muret e kështjelës të I përtej. Shkopi ishte zhdukur. Ngrënësi I njerëzve brofi në këmbë, duke përmbysur tryezën e gurit dhe u tur në stal. Bosh, deveja kishte humbur. Dhe pastaj ai kontrolloi gjithë kështjelen dhe kuptoi gjën kryesore. Vajza ishte zhdukur. E kishin mashtruar, e kishin grabitur, e kishin hedhur në kurth si një kafshë të budalepsur. Ulërima e ngrënësit të njerëzve e tundi ishullin. Gurët ran nga kullat. Pulbardhat u ngritën në qiell me klithma dhe vetë deti, me sa dukej, ishte tërhequr nga brigjet në frikë. Tërbimi I tij ishte I ngjashëm me shpërthimin e një vulkani, dhe mirë ai që do ta arrinte ai. Por ngrënësi I njerëzve nuk humbi kohë në tërbim. Ai hapi sëndukun dhe nxori thesarit e tij kryesor, çizmet me 7 milje të endura nga shpejtësia dhe hakmarrja. I veshi ato në këmbë dhe me një hap e kaloi detin. Bregu ishte tashmë afër, kur princi ktheu kokën pas dhe u zbe. Ngrënësi I njerëzve po ecste mbi det. Çdo hap I tij mbulonte 7 milje dhe dallgët fluturonin nga çizmet e tij si stërkala nga thundrat. Ai po afrohej me një shpejtësi të tmerrshme. Ai do të na arrijë, thiri princi. Por Emen nuk u drodh. Ajo tundi shkopin magjik dhe bota ndryshoi. Deveja u bë një shkëmb I madh në breg. Princi, një vark e vjetër e tërhequr në rër, dhe vetë Eme u zhdërua në një robalarse të kërrusur që po lante robat në një govat. Ngrënësi I njerëzve erdhi me vrap dhe toka u drodh. Hej, plak, mos ke parë ndonjë vajzë mbi një deve fluturuese? Eme ngriti drejt tij sytë e lodhur. E kam parë, zotëri, mërmëriti ajo. Që në mëngjes fluturuan pranë, ka kohë tashmë. Ngrënësi I njerëzve shau dhe me një hap u zhduk përtej horizontit. Ndërsa robalarësjat e govata buzëqeshi lehtë.
mashtrimi nuk mund të zgjaste për gjithmonë. Ngrënsi I njerëzve ishte budalla, por kokë fort, dhe diku në horizont ai ndaloi, nuhati dhe e kuptoi. E kishin hedhur në kurth. Një ulërim erdhi nga larg. Ai u kthye mbrapsht. Të aratisurit po fluturonin mbi një pyll të dendur, kur zhurma e hapave prej 7.000 jesh I arriti sërish. Pemët poshtë dridheshin nga çdo goditje e tij në tokë. Ai ishte më afër se herën e kaluar. E me tundi shkopin magjik. Deveja u tret në kaçubet, duke u bërë një lisi I gjerë. Princi u shtërua në një kishë të braktisur pranë rrugës pyjore. Dhe me u bë një murgesh me flokë të thinjur mbi një stol guri, me një libër lutjesh në duar. Ngrënsi I njerëzve u fut me forcë në lëndin. Murgesh! Mos ke parë të aratisur? Ajo ngriti sytë e butë dhe të devoqëm drejt tij. Të aratisur? Pyeti ajo në mënyrë të mendueshme. Kan kaluar ca, po shumë ko më parë. Një javë më parë, jo më pak. Ngrënsi I njerëzve u turiti dhe vrapoi tutje, ndërsa murgesha mbili librin e lutjeve dhe qeshi në heshtje. Për të tretën herë ngrënsi I njerëzve u kthye. Më I zemruar, më I shpejt, më I frikshëm. Toka u shtonte nën hapat e tij dhe zoggjit heshtnin në rrugën e tij. Ai arriti ata pra një liçeni të gjerë, por në breg nuk ishte as vajzë, as princ, as deve. Vetëm një pellg I heshtur dhe I freskët, ku pasqirohej dielli, dhe një varkë e vogël peshkatarësh që lëkundej qetësisht pranë bregut. Ngrënsi I njerëzve ishte raskapitur nga ndjekja. Dielli përvëlonte pa mëshirë, etja po ja dinte fytin. Ai pa ujin dhe harroi gjithçka. Duke rënë në gjunjë, ai u mbështet mbi pelgun dhe filloi të pinte. Me lakmi, pa ndërprerje, glënk pas glënke. Por pelgu nuk po paksohej, ishte pa fund. Ngrënsi I njerëzve pinte dhe pinte derisa uji I vërshoi në fyt, në mushkëri, në brendësinë e tij. Me një gurgullim shurdhuese, ai u rrëzua në pelg dhe u zhduk për gjithmonë. Kështu, etja e tij e pangopur u bë vari I tij. Ngrënsi I njerëzve u zhduk dhe bota sikur pshërtiu e lehtësuar. E me tundi shkopin magjik duke I kthyer princit pamjen e tij dhe ata fluturuan mëtej, jo më me frikë, por në qetësi, të kapur për dore. Deveja I mbante butësisht dhe era nuk dukej më si armik. Aty nga mesdita, poshtë u shfaq një tokë që nuk I ngjante asgjëje që kishte parë më parë. Lëndina të gjelbra të lara nga dielli. Lumenj të argjënt që gjarpronin mes zabelesh. Palate të bardha elegante në kodra dhe fshatra të vegjël, mbi të cilët ngrihej tymi I qetë I vatrave. Ata zbritën në një lëndin pranë rrugës që të çonte drejt kryeqytetit. E me shkeli në tokën e ngrothë dhe ngriu. Këtu vinte era, bar, mjalt dhe lule. Ata kishin lënë pas botën e frikës dhe të shkëmbinjve, duke zbritur në një vend ku edhe era këndonte për dashurinë dhe paqen. Sprovat me sa duket kishin mbetur prapa. Në palati pritën krahapur. Princi Eme u prezantua si një udhëtar fisnik që kishte pësuar mbytje anijeje, dhe mbreti u ofroi atyre me bujari, stre dhe ushqim. Por mbreti kishte një vajzë, prinqeshën Irma. Krenare, e lastuar, e mësuar të ishte bukuroshe e pare e oborit. Kur ajo pa Emen, diçka e errët lëvizi në zemrën e saj.
Kjo e hua ishte më e bukur se ajo, pa mëndafshe, pa bijuteri, pa asnjë përpjekje. Dhe princi Eme e shikonte atë me një butësi që Irma nuk e kishte parë në asnjë sy. Zilia u zvarit në shpirtin e prinqeshës, si një gjarpër në një fole të ngrothë. Ajo vendosi të vepronte. Në fillim, pëshpëritje grave të oborit, pastaj aludime të kujdeshme tek mbreti. Tha shethem pas ta shethemi, gënjeshtër pas gënjeshtre. Ajo filoi të helmonte ajrin përreth Emes. Këtu nuk ishte dhëmbe topuz, por Zilia, që rëshiste në për tapetet e mëndafsa të palatit, doli të ishte më e frikshme se çdo përbindësh. Rret po mblidheshin. Obortarët hiqnin syt, shërbëtorët pëshpëritnin, ndërsa mbreti ngrysej duke parë Emen. Helmi i prinqeshës Irma po bënte punën e vet. Një mbrëmje, të dashuruarit u takuan në një cep të largët të kopshtit mbretëror, ku askush nuk mund t'i dëgjonte. Do të në ndajnë, tha princi. Eme heshte. Ajo shikonte trëndafilat që lulzonin pa zili dhe intriga dhe mendonte. Dashuria e tyre ishte shumë e brisht për botën e njerëzve. Këtu gjithmonë do të gjendet dikush që do të doj ta helmoj. Unë kam një shkop, tha ajo hëshurazi. Unë mund të na transformoj, për gjithmonë. Ne do të bëhemi pjesë e këtij kopshti dhe nuk do të ndahemi për asnjë çast. As zilia, as koha, as vdekja nuk do të na prekin. Princi i mori duart e saj. Unë të zgjedh ty, tha ai. Ty dhe përjetësinë. Ata vendosën se ishte më mirë të humbisnin të gjithë botën, por të ruanin njëri tjetrin, duke zgjedhur heshtjen e kopshtit në vend të një lumturie të shkurtër dhe të shqetësuar mes njerëzve. Në cepin më të qetë, të larë nga dieli të kopshtit, Eme ngriti shkopin për herë të fundit. Ajo tha një magji të lashtë të bashkimit të përjetshëm. Fjalë më të vjetra se të gjitha mbretërit në tokë, dhe shkopi shpërtheu me një dritë verbuese të artë. Princi Eme i buzëqeshi asaj. Këmbët e tij u drodhën dhe u bën rrënjë të forta që shkuan thellë në tokë. Duart u hapën si degë, u mbuluan me gjethe smeraldi dhe në çdo degë qelën lule të bardha si bora që mbanin erë aq të ëmbël sa që fluturat përreth ngrinë. Ai u bë një pemë portokallie mrekullueshme, e hollë, e fuqishme, e bukur. Ndërsa Emen e mbështoli një shkëlqim i artë. Ajo bëhej gjithnjë më e vogël, derisa u zhdërua në një blet të vogël të artë me kratët e i dukshëm që dridheshin. Kështu ai u bë toka që i jepte asaj jetë, ndërsa ajo qieli që fluturonte drejt luleve të tij. Dashuria e tyre njerëzore u zhdërua në sekretin më të bukur të këtij kopshti. Dhe erdhi paqja. Jo ajo paqe e brisht, e shqetësuar që ndodh mes tuhive, por një e vërtet, e thellë, e ngrothë, e pafund. Në cepin e qetë të kopshtit, koha ndali vrapin e saj, duke i lënë vendin pranverës së përjetshme. Ditët ndëroheshin me netët, hëna, me diellin, por për pemën e portokalit dhe bleten e artë, ekzistonte vetëm bota e tyre e vogël, e përsosur. Pema lulzonte gjatë gjithë vitit. Lulet e bardha si bora lëshonin një aromë të ëmbël dhe dehse agrumesh, dhe ajri rreth saj ishte gjithmonë i ngrothë dhe i dendur, si mjalti. Njerëzit e vinin re këtë mrekulli nga larg, por nuk guconin t'i afroheshin.
diçka e padukshme e ruante këtë cep nga sytë e huaj. Dhe Bleta fluturonte mes degëve, duke shkëlqyer në rrezet e diellit, dhe zukatja e saj e qetë, e ritmuar, u bë një ninul për të gjithë kopshtin. Çdo shushurim gjetheje ishte një fjalë dashurie. Çdo rrahje e krave të tejdukshëm, një përgjigje. Gjatë ditës, Bleta e artë nuk e braktiste pemën e saj, as për një qast të vetëm. Kurora e saj ishte mbretëria e saj, lulet e saj, thesari i saj, degjet e saj, muret e kështjellës së saj. Ajo punonte pa u lodhur, duke fluturuar nga lulja në lule, duke mbledhur nektarin më të ëmbël, më aromatik. Krajt e saj të tejdukshëm vezullonin me spetaleve të bardha si shkëndia të dritës së diellit. Por sa po rreziku afrohej, dhe mbledhësja e butë e nektarit kthehej në një luftëtare të tërbuar. Një vemje e pangopur zvaritej në përdeg. Bleta i hidhej sipër me një zukatje kërcënuese. Një grerëz e paqip zgjatej drejt një lulje të huaj. Merrte një piçkim të mprehtë dhe të pamëshirshëm. Një brumbull vorengrënës i afrohej lvores dhe tërhiqej, duke takuar një rufe të artë. Për gjithë botën, ajo ishte vetëm një insekt i vogël, por për këtë peme, ajo ishte një ushtri e përbërë nga një luftëtar i vetëm, thumbi i vogël i së cilës doli të ishte më i mprehtë se një heshtë kalorësi. Ajo e mbronte dashurinë e saj, ashtu si dikur kishte shpëtuar princin e plagosur në një breg të largët, me gjithë zemër. Ndërsa natën, rolet ndryshonin. Kur dielli perëndonte pas horizontit dhe freskia binte mbi kopsht, Bleta e lodhur kthehej në pemën e saj. Mes degëve e priste lulja e bardhë më e madhe, më aromatike, që kishte qelur vetëm për të. Ajo zvaritej në qendrën e saj, rehatohej me stegëve të butë, plot me nektar të ëmbël, dhe mblidhej si një lëmsh i vogël i artë. Sytë e saj mbylleshin dhe krahët ngrinin. Atëherë pema fillonte punën e saj të qetë. Ngadalë, me butësi, ajo i mbyllte petalet e bardha rreth Bletës që flinte, duke krijuar një fshikës të ngrohtë dhe aromatike. Dhe pastaj, përkulte mbi këtë lule gjethet e saj më të gjera smeraldi, duke e mbuluar të dashurën e saj nga era e natës, shiu i ftohtë dhe sytë e huaj. Gjepi i saj u bë zemra e lules, ndërsa degët e tij, përqafime të besueshme, që mbylleshin me ardhin e errësirës, në mënyrë që asnjë rreze e ftohtë e hënës të mos i prishte gjumin. Por bota e njerëzve nuk e kishte harruar. Prinqesha Irma shpesh shëtiste në kopsht, dhe një ditë vuri re pemën e portokalit, të mbushur plot me lule të tilla që nuk gjendeshin askund në mbretëri. Zilia i shpërtheu menjëherë. "Pritini degët", u urdhroi ajo shërbëtorëve. "I dua këto lule në dhomat e mia." Shërbëtorët u zgjatën drejt kurorës, por ndagjethet me një gumzim të tërbuar fluturoi një rufe e artë. Bleta u hodh mbita, duke i thumbuar në duar, fytyra, qafa. Ajo ishte e vogël, por tërbimi i saj ishte i madh. Njëri bërtiti, i dyti e lëshoi shportën, i treti iku me vrap duke mbuluar fytyrën. Irma u tërhoq, e zbehur, dhe asnjë lule nuk i ra në dorë. Për prinqeshën, kjo ishte vetëm një pemë e bukur, por për Bletën e artë, kjo ishte gjithë jeta e saj, dhe ajo e mbrojti atë me një kucim që do t'ja kishte zili çdo roje mbretërore. Ndërsa larg përtej detit, në mbretërinë nga e cila dikur kishin rrëmbyer prinqeshën e vogël,
nuk e kishin haruar atë. Zana e mirë. Klementina, kumbara e Emes, e kërkonte finjën e saj që nga ajo ditë kur djepi kishte mbetur bosh. Vitet kalonin, por ajo nuk dorëzohej. Sferat e kristalit heshnin. Erërat folse ktheheshin duar bosh. Magjia e erët e ishullit të kanibalëve e mbështilte vajzën në një fshikës të padepërtueshme. Por një natë, sfera e kristalit u ndez. Diku larg, dikush kishte valvitur një shkop magjik, dhe Zana e njohu këtë val, të dobët por të njohur, si zëri i gjakut. Ajo u nis për rrugë. Përmes deteve, përmes mbretrive të huaja, e udhëhequr nga një fije e hollë, dridhëruese e magjisë. Ajo e kërkoi Emen me syjeve dhe në fundin e oqeaneve, pa e ditur se thesari i saj i humbur ishte fshehur në një kopsht të qetë, duke u kthyer në një blet të artë. Gjurma e magjisë e çoi Zanën Klementin në kopshtin mbretëror. Ajo i ctenë për rugjica, pranë shkureve të krasitura dhe shatërvanëve prej mermeri, dhe pa pritmas ngriu. Në cepin më të largët dhe të vetmuar, qëndronte një pemë, nga e cila asaj ju pre fryma. Një pemë portokalli, e hollë, e mrekullueshme, e mbushur me lule të bardha në mes të vjeshtës. Kjo gjë nuk ndodh në natyrë, dhe përreth saj, pa u larguar asnjë hap, fluturonte një blet e vogël e artë. Zana u ndal dhe filloi të vëzhgonte. Bleta fluturonte nga lulja në lule me aq butësi, sikur nuk po prekte petale, por fytyrën e të dashurit. Ndërsa pema tundte qetësisht degët, duke e mbrojtur atë nga dielli përvëlues me hijen e saj, dhe Zana e ndjeu. Jo thjesht magjin, ajo ndjeu dashurin. Të pamas, të qetë, të thellë. Ajo i shikonte ata dhe nuk shihte lvore dhe krah, por dy zemra që rrihnin në një trajqëmëri, që kishin zgjedhur heshtjen e natyrës në vend të zhurmës së botës njerëzore. Zana u afroa më shumë dhe mbyli sytë. Ajo thiri shikimin e vërtet, atë që nuk sheh sipërfaqen, por thelbin. Dhe iluzioni u thye si një akull i hollë. Përmes lvores dhe gjetheve u shfaq fytyra e një të riu të pashëm, ndërsa tek bleta e artë që fluturonte mes luleve, ajo njohu tiparet e vajzës që kishte kërkuar gjithë jetën, finjen e saj, emen e saj. Lotët rodhën në përfaqet e Zanës. Ajo kuptoi gjithçka, rrëmbimin, ishullin, aratisjen, ndjekjen dhe këtë zgjedhje të fundit të dëshpëruar, të pushonin së qeni njerëz, vetëm për të mos u ndarë. Ata kaluan përmes tmerrit dhe frikës, dhe vetmja gjë që i shpëtoi ata ishte dashuria për njëri tjetrin. Zemra i saj u mbush me dhemshuri dhe krenari. Sa të guximshëm kishin dalë këta të dy. Dhe sa i pamëshirshëm ishte fati që i kishte detyruar të fshiheshin nga bota nën pamjen e një peme dhe një blete. Zana vendosi pëllëmbën e saj mbi lvoren e ngrothë dhe foli. Zëri i saj nuk tingëllonte si një folur njerëzore. Ishte një muzikë, të cilën e dëgjojnë rrënjët dhe krahët. Fëmia im, Eme, pëshpëriti ajo. Edhe ti, prins fisnik. Ju kam kërkuar për kaq shumë kohë. Besnikëria juaj është më e bukur se çdo magji. Pema ngriu, bleta u ul në një deg dhe heshti. Por të fshiheni përgjithmonë nuk është fati juaj. Ju jeni lindur për fronin,
jo për kopshtin. Unë jam kumbara juaj dhe fuqia ime do t'ju mbroj. Askush nuk do të guxoj t'ju bëj më keq. Ajo fliste me ta jo si me një mrekulli të natyrës, por si me fëmijë të humbur, duke u kujtuar atyre se vendi i tyre është mes njerëzve, jo mes degëve. Më lejoni t'ju kthej në shtëpi. Dhe kopshti u përgjigj. Pema e portokallit shushuriti gjethet. Me gëzim, me emocion. Ashtu siç nuk kishte shushuritur asnjëherë gjatë gjithë kohës së burgoshjes së saj. Degjet u zgjatën drejt zanës, si duart drejt nënës. Dhe bleta e artë u rrotullua, shkëlqeu më fort se më parë dhe u ul në bëllëmbën e zgjatur të kumarës, duke i palosur krahët me besim. Nuk kishin nevojë për fjalë. Zana kuptoi gjithçka. Ata ishin të lodhur. Gjumi i tyre magjik ishte i bukur, por ata kishin mal për zërat njerëzor, për të qeshurat, për mundësinë për të përqafuar njëri tjetrin me duar të vërteta. U mungonte thjesht të thoshin me zë të lartë emrin e të dashurit. Shoshurima dhe zukatja e tyre ishin më të larta se çdo betim, sepse në to tingëllonte një mal i pashuar për mundësinë për t'u bërë përsëri ata që kishin lindur. Zana buzëqeshi dhe ngriti shkopin e saj. Ai shkëlqente jo me flori, por me dritën e yjeve, të ftohtë, të pastër, të lashtë. Së pari ajo preku trungun, pastaj krahët e dridhur të bletës, dhe magjia filloi tërheqjen e saj të ngadalt madhështore. Kjo nuk ishte një shkëndi, por një agjim. Lëvorja e pemës u ndriqua dhe u bë pëlhura e rrobave. Degët u mbyllën duke marrë formën e duarve. Trungu u drejtua duke u shndëruar në trupin e hishëm të princit. Gjevet e smeraldit ishin të fundit që rëshqiten nga supet e tij, duke u bërë palët e një manteli të gjelbër. Ndërsa pranë tij, një re e shkëlqyeshme e mbështoli bletën dhe filloi të rritej. Krahët u tretën në dritën e artë, nga e cila u shfaqën konturet e një vajze. Gishta të hollë, flokë të gjatë, një fytyrë e bukur. Eme qëndronte në kopsht me një fustan në ngjyrë mjalti dhe ishte më e bukur se më parë. Magjia që i fshihte nga bota u tërhoq, ashtu si mjegulla e mëngjesit, duke u kthyer atyre bukurinë që ishte bërë vetëm më e shdritshme gjatë kohës së heshtjes. Magjia u shpërnda. Në kopshtin e larë nga dielli qëndronin dy njerëz. Ata shikonin njëri tjetrin sikur po e shihnin për herë të parë. Sytë e tij, buzëqesha e saj. Duar të vërteta, fytyra të vërteta, ngrohtësia e vërtetë e lëkurës. Eme, përshpëriti ai. Eme, u përgjigj ajo. Dhe ata u hodhën drejt njëri tjetrit. Përqafimi i tyre ishte më i fortë se çdo degë dhe më i ëmbël se çdo nektar. Ajo qante e mbështetur në supin e tij, ndërsa ai i përkëvelte flokët dhe përshpëriste fjalët që i kishte ruajtur për kaq shumë kohë në heshtjen e lëvores së tij. Fjalë dashurie, mirënjohje, betimesh, gjithçka që nuk mund ta mbante shushurima e gjetheve. Zana qëndronte pak më tutje dhe buzëqeshte me slotve. Ajo kishte gjetur finjen e saj. Dhe finja kishte gjetur atë që është më e shtrenjtë se çdo mbretëri. Njeriun për të cilin ia vlente të pushonte, së qeni njeri. Para se të niseshin, ata u kthyen. Kopshti ishte i qetë, i mbushur me dritën e mbrëmjes. Në atë vend ku ishte rritur pema, kishte mbetur vetëm një rreth me barë të shtypur dhe një aromë e ëmbël, e cila nuk do të zhdukej edhe për shumë ditë. Eme u ul në gjunjë
dhe preku tokën me pëllëmb. Faleminderit, shpëriti ajo, për çdo gjethe që më mbuloi gjatë natës, për çdo rreze që na ushqiu. Princi vendosi dorën mbi supin e saj. Ata nuk ishin më frikë, as nga prinçesha ziliqare, as nga intrigat e baladit. Me zanën e fuqishme pas shpine dhe besnikrinën ndaj njëri tjetrit në zemër, ata ishin të pathyeshëm. Zana valviti shkopin e saj dhe para tyre u shfaq një karroce artë që vezullonte në rrezet e perëndimit. Ata po i linin kopshtin jo si të aratisur, por si fitimtar, duke marrë me vete heshtjen e pemës së portokalit dhe besnikrinë e palodhur të bletës së vogël të artë. Karroca e artë i çoi përmes maleve dhe deteve dhe në agjim ata panë mbretërinë, të cilën Eme nuk e mbante mend, por që ajo e mbante mend atë. Ajo ishte e mrekullueshme, kulla me gur të bardhë, kopshte të lulëzuara, lumenj të gjerë. Por mbi gjithë këtë bukuri vari një trishtim i qetë, shumë vjeçar. Froni i zbrazët i fëmijës, në rrëz të atij të madhit, qëndronte i paprekur që nga koha kur djepi ishte zbrazur. Zana hyri në palat, duke mbajtur për dorë një vajzë verbuese me një fustan të artë. Obortarët ngrinë, rojet ulën heshtat. Ja prinçesha juaj, tha Zana dhe zëri i saj kumboi nën qemerët. E rrëmbyer në foshnjëri që ka kaluar përmes zjarrit dhe ujit, e shpëtuar mrekulisht dhe e kthyer në shtëpi. Ajo erdhi në shtëpinë që nuk e kishte njohur kurrë, por që e kishte pritur të gjithë këto vite, duke e ruajtur fronin e zbrazët si shenjtërinë më të madhe. Këshilltarët e vjetër që mbanin mend mbretin baba u afruan më shumë. Ata vështruan në fytyrën e Emes dhe njëri pas tjetrit u ulën në gjunjë. Të njëjtët sy, e njëjta buzëqeshje. Nuk ishte mbetur asnjë dyshim. Lajmi u përhap nëpër kryeqytet më shpejt se e ra. Populli u dynd drejt palatit, duke qarë, duke qeshur, duke mos u besuar lumturisë së tyre. Prinçesha e tyre ishte kthyer. Eme doli në shkallët prej mermeri dhe u kthye nga turma. Pranë saj qëndronte princi dhe ajo ngriti dorën e tij. Ja ku shëndau me mua çdo provë, tha ajo. Ne shpëtuam njëri tjetrin. Dhe nëse më pranoni mua, pranojini edhe atë. Sheshi shpërtheu në gëzim. Dorë për dore ata u ngjitën nëpër shkallë drejt fronit. Dhe në fronin e zbrazët u ngjitën jo thjesht sundimtar, por dy njerëz që kishin kaluar përmes vdekjes, iluzioneve dhe heshtjes së përjetshme për të merituar të drejtën e tyre për kurorën. Ishulli i xymt, qizmet me 7 milje, prinçesha ziliqare nga kopshti i huaj, të gjitha këto kishin mbetur shumë prapa, si një ëndër e keqe që ishte shpëndar me agjimin. Në palat u shpal dasma, më e madhja dhe më e gëzueshmja që kishte parë mbretëria në 100 vjet. Gosti zgjati 7 ditë dhe 7 net. Muzika nuk ndaloi. Shatërvanët kufunin verë dhe çdo mbrëmje qeli lulëzonte nga fishekzjarët magjik që kishte krijuar Zana Kumbare, me blet të arta dhe pemë portokalli prej dridës së pastër. Eme dhe Eme, dhëndri dhe nusja më e lumtur në botë, kërqenin, pa hequr syt nga njëri tjetri, dhe gjithë bota rreth tyre tretej. Festa e tyre ishte një himn për jetën që kishte mundur flikën, dhe çdo vallëzim në atë ballo ishte një talje për ata që kishin provuar t'i ndanin përgjithmonë. Ata sunduan gjatë, me mençuri dhe drejtësi. Mbretëria e tyre
lullzoi si po ai kopsht që dikur u bë streha e tyre. Ndërsa historia e mrekullueshme e arratisjes nga kanibali dhe shndërimi magjik u bë një legjendë preferuar që u tregoi fëmijëve para gjumit. Por sekreti kryesor i sundimit të tyre të lumtur nuk ishte në ligjet e mençura dhe as në fitoret. Ai qëndronte në faktin se edhe në fron ata mbetën një pemë dhe një plet. Ajo, mbrojtësja e tij e besuar, e palodhur, që dëbonte nga ai çdo të keqe. Ai, mbështetja e saj e sigurt, e patjeshme, që i jepte asaj forcë dhe paqe. Dhe çdo mbrëmje, kur freskja binte mbi mbretëri, ai e përqafonte aq butësisht sa degjet e pemës së portokalit që mbulojnë bletën e vogël të artë që bie në gjumë brenda lules. Këtu mbaron për alla, dhe kush dëgjoi, i lund.